Përshëndetje, sot do diskutojmë rreth komponenteve kryesore të kompjuterit. Arkitektura e një kompjuteri modern përbëhet prej 4 elementeve kryesore: CPU-s, RAM-it, pajisjeve hyrëse dhe dalëse, si dhe sistemit të busit. Fillimisht do të analizojmë arkitekturën e CPU-s. CPU-ja përbëhet prej 3 sistemeve kryesore: OLU-ja, që është qark që kryen llogaritjet matematikore dhe operacionet logjike; njësia e kontrollit, e cila menaxhon ciklin fetch, decode, execute, si dhe rrjedhën e instruksioneve. Gjithashtu i kemi edhe regjistrat, të cilët janë memorje e brendshme, ku bëhet ruajtja e operandëve momental. Performanca e CPU-s gjithashtu varet edhe nga cache memoria, në të cilën ruhen të dhënat që përdoren më shpesh, me qëllim minimizimin e vonesave të RAM-it. CPU-ja funksionon në bazë të ciklit fetch, decode, execute. Në fetch, CPU-ja i merr instruksionet nga memoria dhe i vendos ata në regjistra. Në decode, njësia e kontrollit i analizon instruksionet me qëllim që të di se çfarë operacioni po kërkohet, dhe në execute, OLU-ja i kryen llogaritjet apo transferimin e dhënave duke i shkruar rezultatin përsëri në regjistër apo në memorie. Për të mbështetur këtë shpejtësi, kemi hierarkinë e memorjes, që bazohet në parimin sa më shpejt memoria, aq më i ulët kapaciteti dhe aq më e lartë kostoja. Në fillim mbyllen regjistrat që kanë shpejtësi të mëdha, por kapacitet të vogël dhe përdoren për instruksione të menjëhershme, si dhe keshi, që është niveli i parë i memorjes afër CPU-s. Pastaj në mes ndodhet RAM-i, e cila është memoria kryesore punuese, e cila fshihet kur fiket kompjuteri, si dhe në fund e kemi SSD-n dhe HDD-n, të cilat janë memorje sekondare, ku bëhet ruajtja masive dhe e përhershme të dhënave, mirë po shpejtësia e aksesimit është e vogël. Komunikimi me botën e jashtme kryhet përmes pajisjeve hyrëse dhe dalëse. Sfida kryesore këtu është diferenca mes CPU-s dhe periferikëve. Ky problem zgjidhet përmes interrupts apo ndërprerjeve, ku pajisja i dërgon sinjal CPU-s në momentin kur është gati, duke e lejuar procesorin që të kryejë detyrat e tjera dhe të mos pres në mënyrë pasive. Disa prej pajisjeve hyrëse dhe dalëse janë tastiera, mausi, monitori, disku, USB-ja. Të gjithë këta komponent lidhen përmes sistemit të busit, ku busi është kanali kryesor i komunikimit dhe kemi 3 llojet e tij. Busi i të dhënave, i cili bën transportimin e të dhënave mes CPU-s, memorjes dhe periferisë. Gjithashtu e kemi busin e adresave, i cili përcakton destinacionin ku do të shkruhen apo lexohen të dhënat në memorje. Si dhe kemi busin e kontrollit, i cili sinjalizon operacione si read, write dhe interrupt, si dhe bën sinkronizimin e komunikimit ndër komponentësh. Gjithashtu e kemi edhe busin periferik, i cili bën lidhje në pajisjet e jashtme, siç e kemi USB-ja për pajisjet plug and play. Ju faleminderit.